Avokat, çfarë ka ndodhur? Më kanë dhunuar dhe dy të rinj që nuk i njeh edhe se kam iden përse, sepse më provokuan, pasi më provokuan më goditën. Edhe nuk kaq është, nuk është se kam ndonjë nuk mund të them gjë më shumë se nuk e di çfarë ka ndodhur. Kur ndodhi? Para 2 orësh, para 1 ore sa. Në qytetit, e la karburant, në një pikë karburanti dhe kaluan aty erdhën, pasi më provokuan. Doli nga makina, dikush erdhi nga pas më goditi me mjet pres, nuk e di me çfarë. Edhe kjo ka ndodhur dhe nuk ka ndodhur në mënyrë menjëshme, nuk e kam iden dhe nuk mund të them tani arsyet si që është tek, por pash ishte një provokim për cilin do më vonë do ta shikojmë çka ka ndodhur. Nuk i njeh. Jo, nuk i njeh, vjen djem të rinj, po mosha 30 vjeç, 25, 30, diçka e tillë. Patë dëmtime shumë? Po kam dëmtime në kokë, kam dëmtime 4-5 dëmtime në kokë, pas pjesën e pasme të kokës. Ndodhe pa përgatitur. Po pa përgatitur se nuk është se kam konflikt me njëri, kupton, nuk është se kam konflikt përveç gjërave të nuk është se kam konflikt. Si ndihesh tani? Jam mirë, më kam edhe një kokë, kjo është. Faleminderit shumë.